Unë për viti 2 djemë, 2 kom Gjermani, veç me gruën dhe nënën e kom 86 vjetë. Kur rri me shok, thot, punë ti pas ke mirë, jo bre, se s'është mirë. Nuk ka ardhë me ri për mua, ata s'ktheje më pjetë jetë. Pastaj janë po martuar, i marrin gratë me veti, fëmija, është problem tani më kthy këtu me ata. Kthehen ata, lindë fëmija atje, kanë kriju familje, kanë bërë shtëpia, kanë bërë banesa, o problemu kthy ata këtu me tash. Krejt, domethënë jemi ka 2 vjet, 3 vjet jetojmë këtu. Jo mirë, po nuk është mirë. Kjo nuk është e mirë, po na ndodh. Edhe çesh kemi aty shtëpia tot, jetojnë domethënë me fshati kemi mbi 500 shtëpi, 2600 banor janë, kurse 900 afër 1000 i kemi vetëm për jashtë. Qyre çfarë është çfarë tragjedia kjo është, tragjedi për mua tragjedi. Zakonisht me nxënësit e klasës 9, ata shumë pak të intereson të shka me mësu shkollë. Historien tonë të nuk të shku të në Italinë, Gjermani, Gërbet, nuk po më intereson më shkolla, to ka ndiku, ka ndiku shumë. Përgjithësi Kosovë, nuk po them tar kur ndikon Kosovë, ndikon në fshatin tonë. Përshëndetje, si je? Bukur, mirë. Si po kalon? Mirë. A mund të shmëna prezentu fillimisht? Unë jam Agron Vityçi, nga fshati Leshan, komuna e Suarekës. Për ndryshe me profesion jam punëtor i arsimit, që 30 vite punoj në arsim, po mirën kryesisht edhe me bujqësi ka pak, mas orarit mësimit edhe me bujqësi ka pak. Qysh po janë ditët tua? Qysh nisni ditë e jote? Ditët zakonisht mëngjes shumë, shkojmë në punë, kthehemi në shtëpi, çka ka punë punojmë, bukur, mirë, kalojmë bukur. Shkollën e kemi mirë. Cilën lëndë ligjëron? Unë ligjëroj klasor. Prej klasës parë deri në klasën e 5. Po deshta pak me t'i bë do pyetje këtu për shkak se ti i ke mri edhe gjeneratën e sotme edhe gjeneratat e mëhershme. Çfarë dallimi sheh sot? Tash për shembull ka ndryshuar Po që ka ndryshuar, dallimi është i madh. Dallimi është i madh. Për shembull tash se sot me këto rrjete sociale është dallimi i madh. Edhe pse nxënësit janë më të aftë tashti, më herët, po interesimi është ka ra. Përgjithësi këtë Kosovën, na bisedoj me kolegë, interesimi për mësim ka ra shumë. Edhe pse fëmijët janë më inteligjent, se kanë ndiku këto tash zhvillimet, teknologjia kanë ndiku shumë, kanë ndiku sidomos te fëmijët, sigurisht në për shtëpiat veta sot i kanë zhvillime teknologjike janë të tashme, edhe janë zhvillimet janë më të mira. Po vetëm temelia edhe është interesimi pak më i dot. E pse po mendon që ka ardhur kjo ditë? Për shkak se më herët nuk janë kanë edhe kushtet adekuate, po fëmijët kanë qenë më të interesuar me mësu, kurse sot nuk na mungon kurrë gjë edhe nuk kanë interesim as pak për mësu. Po unë mendoj që ka ndiku pak teknologjia, domethënë rrjetet sociale një edhe problemi është zhvillimi ekonomik i vendit Kosovës përgjithësi. Se si gjenerat e reja tash për shembull e kryen një fakultet në 2 djemve ka, njëri ka të hynë fakultetin edhe nuk gjojnë punë. Edhe kanë migruar, për shembull është migrimi. Edhe zakonisht me nxënësit e klasës 9, kur bëjmë disa teste, ata shumë pak të intereson të shka me mësu shkollë. Edhe zakonisht orientohen të nuk të bëshku të në Italinë, Gjermani, Gërbet, nuk po më intereson më shkolla, to ka ndiku, ka ndiku shumë, ka ndiku. Përgjithësi në Kosovë, nuk po them tar kur ndikon Kosovë, ndikon në fshatin tonë. Edhe Leshan ka ndiku, shumë ka ndiku. Po, na kemi vizituar shumë fshatra dhe ka pas fshatra të cilat kanë mbet veç 4 nxënësa, domethënë krejtën shkollën. Edhe migrimi është diçka që po përballemi çdo ditë, po pse po mendon që po ndodh ky migrim kaq i madh në fshatrat e Kosovës? Gjithashtu edhe pse kemi zhvillim ekonomik, domethënë ka, po problemi u tenon, domethënë tash është me siguri që po gjejnë më mirë perëndim. Edhe po gjejnë më mirë se këtu, edhe po largohen njerëz, se nuk është kërgjë tjetër, edhe pse këtu është jeta e mirë, se për ka standardin unë vetëm kon 8 vjet në Gjermani, nuk është ky standard në Gjermani që kemi na këtu, ose më së zvicër. Gjermonët e kanë ata të vetën, por na si komunitet shqiptar që përshkojmë, nuk e kanë këtë standard në Gjermani, që kemi na këtu, po vetëm që është puna, sigurimet shëndetësore, ti shiqo për në Kosovë 25 vjet kemi sigurim shëndetësor. Unë për makinë i jap 250 euro sigurim paguaj, për veti as një senti nuk e jap. E normal që domethënë gjenerata të reja sot nuk intereson atina lufta, intereson ekonomia, intereson parja, intereson jeta atina intereson. Nuk intereson si për neve për para minëzije kemi siguru 1 euro, një jetë e kemi pas të vështirë, për shembull unë kam shku në Komës, ko shkollë së rek. Sot nuk intereson atina. Sot në fshat, në Leshan nuk e bje, për shembull fëmijën e bje me kerr. Po, edhe është pak problem është. Edhe këto kanë ndiku, shumë kanë ndiku. Sidomos te zhvillimi, edhe pse është e zhvilluar, po jeta po kërkojnë rinia më mirë edhe shkojnë sot migrim krejt përgjithësi. Edhe që kemi atyre shtëpia tot, jetojnë në fshati kemi mbi 500 shtëpi, 2600 banor janë,
1300-400 një rezidencë, kurse 900 ofër 1000 i kemi vetëm për jashtë. Qërë çfarë është çfarë tragjedia kjo, është tragjedi, për mua tragedi. Unë për veti 2 di kom Gjermani, veç me gruën dhe nënën e kom 86 vjetë. Edhe dikush më thotë, kur rri me shok, thotë, punë ti pas ke mirë. Jo, bre, se s'është mirë. Nuk ka ardhmëri për mua. Ata s'ktheje më pjetë jetë. Ku unë gjatë vjeti kom bo. Është problema, është problema. Ta është përgjësi o qëtu. Krejt, domethënë jemi ka 2 vetë, 3 vetë jetojmë këtu. Jo mirë, po nuk është mirë. Kjo nuk është e mirë, po na ndodh. Po na ndodh. Na ndodh edhe po përballemi edhe po përballemi për çdo ditë me vështirësi. Pastaj ata po jetojnë atje, po vinë, po shohin, po pibartin ato për shembull kultura, traditat. Na kemi filluar me hupa dhe traditat dhe kultura tona kemi filluar. A beshohesh? Po. Qysh bohen tash, kemi filluar ose bartën traditë, përzihet. Prej Gjermanisë, prej Zvicrës, prej Shtetit të Perëndimit edhe fillojmë i hub këta. E qa po të dhem ma shumë ty prej kësaj pjese, nështë kjo humbja traditave, qka po të dhem ma shumë zemra, për cilin... Po ma tepër se për shembull që në shkollë nuk kemi nxënësa, që fëmijë nuk kemi. Për shembull, i kemi pas para 10 vjetë 600 nxënës, sot i kemi 170. Hajt, tash kjo qysh dhem kjo? Ku janë ata? Domethënë gjenerata që presim na me kriju familje këtu, që ka Kosova, domethënë ka kushte mi mbajt, sot nuk i kem. Rreth 600 nxënës i kemi pas, sot i kemi 170. Kjo sa në cilën ti jap mësim, sa nxënësa i ke? I kam 16. Po jem 2 shkolla, kemi një paralelin tonë në Tërnje dhe një paralelin në 2 shkolla, Leshano baza, qendra, shkolla fillore Vasapar Shëtroni, edhe një paralel e kemi në Tërnje. Për shembull, në Tërnje ka 300 shtëpi, pa atë pak shumë nxënësa ka. Kemi klasë me 5 nxënësa. Po, e vërtet. 13 mësim nxënës, 5 nxënës. A di shka me punu vështirë me 5 nxënës, unë kam përvojë me këto. Unë më mirë punoj me 20 nxënës, me 25, se me 6 nxënës, me 7 nxënës. Po, patjetër. Sa ta nxënësat e mirë ti i mysysh. Nxënësin e mirë, çdo herë përsërit. Kurse me 16 është aktiviteti, është puna, është i nati, pak nxënësa me zveti, mundohen me punu. 5 nxënësa është problem, është. Këto janë probleme zinxhirore. Zinxhirore, po, zinxhirore. Mbyllet një shkollë, krejt ata mësimdhënëse dhe punëtorë që janë në atë shkollë, rrezikojnë me mbet pa punë dhe detyrohen me bë punë tjera më thënë. Shqo edhe pa punë ashta nuk mesin, po reforma duhet me marrë Ministria e Arsimit. Duhet me bë fillu, se unë jam konë Gjermani. Atje bëjnë ribashkimin e nxënësave, bëjnë i bartin me autobus. Edhe këtu nuk mund të ndihmë për shembull për 5 vjet ose për 10 vjet, 5 vjet arsimi vjen të rrezik. Për 40 vjet për 1 vjet arsimi. I bartin nxënësat, i lësh 2 mësimdhënësa në klasë. Po. Njëri shkon në pension mas 2-3 vjetë, 5 vjet kur vjen sistemohet, stabilizohet shkolla. Domethënë se kështu nuk bëhet. Asnjë reformë në arsim nuk ka. Po, nuk ka. Edhe arsimi domethënë do punë të gjatë, 5 vjet, 10 vjet për mu sistemu me ardhmë në binarët e veta. Nuk vjen për 1 vjet arsimi. A mundesh me na fol pak më shumë për fshatin Leshan? Çfarë fshati është? Njihni për mikpritje, është një fshat shumë i vjetër, po. Çka ka karakteristikë Leshan? Po karakteristika është që është një fshat shumë i vjetër, është një, përndryshe karakteristika kanë banorët kanë mikpritje është shumë e mirë, nuk më mirën kryesisht kanë edhe me bujqësi mirën. Kemi ja 2-3 ferma që mirën me blektori, përndryshe kanë pasonika pak mirën me perim kulturë, me vreshta, kjo pjesa e lartë që mirën është me vreshta mirën, grur, misër, kryesisht tonë. Sa i pret mikpritjes, janë mikpritsa, janë traditat e vjetra, njëjti vazhdojmë. Fshati është i bukur se i ka, domethënë lidhet anën perëndimore, lidhet me komunën e Mamushës, me Prizrenin, me Suarekën. I kemi 7 dalje, domethënë. Është fshat që është më të vërtet ka infrastrukturën e ka rregulluar e bukur. Ekziston ambulanta, shkolla, është xhamia, rrugët i kemi bukura. Ti vetë tha që merresh edhe me bujqësi pak. Me çka saktësisht merresh? Zakonisht kam 50 orë vnesht mirë, vnesht edhe me perim kulture, speca, domate, pranguj, misër, gru, kështu mirë. Po ja vlen më mirë me këto pjesë. Po ja vlen për që nevoja personale. Për shitje shumë pak, për nevoja personale çka mbesin, shesin, po për nevoja personale ja vlen. Bjerë smoku mos mi blej ato. E vërtet. Po, mos mi blej ato, për shkak se po i dhëm fshat. Tash më nisën me blej vezën, më nisën grurin, më nisën millin, me blej ja vlen ato, po. Çato i majnë, çato mirën, kryesisht me këto vjerën.
sa të mundemi. Po kështu funksionon edhe jeta. Edhe jeta, po, duhet me punu edhe mos me qenë pasiv, po me qenë aktiv, çdo herë me qenë aktiv. Po. Baca Agran, apo na fol pak më shumë ti treguve që dy djemi kin mërgjem. Edhe ti vetë ke jetu 8 vjet, domethënë jashtë. Në cilin vend ke jetu 8 vite? Afër Stuttgartit, Gjermani. Domethënë Gjermani. Gjermani. E pse vendose mu kthy? Pse nuk të pëlqej me qëndru atje më shumë? Po nuk më pëlqej se mëse unë kry shkollën për arsim edhe s'm pëlqej, kisha dëshirë më kthyem pas luftës. Kohë luftës nuk kam qenë tu, veç familjen e kam pas, edhe kisha dëshirë më kthyem me ju kyç arsimit. Për ato që jam orientuar me fillim. Me ju kyç edhe kështu u ktheva, fillova në arsim. E çush kanë qenë ato 8 vite jetë në Gjermani? Çfarë jetë e bëj? Unë shpesh bizë jetë atje punë gjunki. Domethënë punë mëngjes dhe kom punuar në një punë në një fabrikë 24 orë ku mund pa ndërprer më ai. Se ato 7 motor, 8 motor i kom pas për çdo ditë. Po, me një fabrikë dy kat mullinit, miell ka blu, kom punuar non stop. Pare po jetë jo. Pare po jetë jo. Unë për veti si mal lakmi, por tash po lakmoj njerëz mas pare, punës, ato gjitha i ki sigurime shëndetësore krejt, po jetë jo. Jetë është këtu. Ma the dhe diçka Unë shpesh thom, ka njerë kur rri, shtetet fukarallak e vijin për vendimin. Shtetet e zotnive që jetoj për me jetu e ki shtetet balkanike. Disa më thonë jo qysh, po qashtu se në Evropa është linda, është për me punu atje. Me punu, me fitu, dhe në këtu. Këtu është pak ma mirë, këtu pak me punu, mundesh me arrit çdo sen. Që do me punu, por tash e ka marrë në Kosovën, përgjithësi e ka marrë që dhe me i lumi madh edhe me hek, me ik për këtu, se nuk është këtu keq, veç mungesa është e sigurime shëndetësore, besoj një, mungesa e hapja fabrike, punëtorinia, me punësue, që është duhet, edhe me pas jetë, se jeta është e mire këtu, nuk është e keqe. Ma the diçka që pa ka shumë preko, që i ki dy djem jashtë dhe ata nuk kthehen asnjëherë më. Pse po mendon, në biseda që i ke bo me djemt e tu, hajde ecmi pak. Po biseda që i ke bo me djemt e tu, ata do me thonë s'kan kur fare interesimi mu kthy këtu në Kosovë dhe me... Po shqyqot është ata janë kyç atje, janë kyç do me thonë punë, shoqënia, profesioni. Po. Është problem tash mu kthy ata mu kap profesion për shembull këtu. I shkon një kohë gjatë, te kapën edhe këtu për shembull, do me gjetë firme punu. Atje tash janë kyç ata në ato rrjetat e jetës, edhe probleme kanë mu kthyje. Pastaj janë po martohen, i marrin gratë me veti, fëmija, është problem tani mu kthy këtu në ata. Po. Unë kam edhe vllazni, janë 3 vllazni, ku kthehen ata? Lind fëmija atje kanë kriju familje, kanë bërë shtëpia, kanë bërë banesa, o problemu kthy ata këtu nga tash. Edhe pse i kanë shtëpiat këtu. Po probleme kanë mu kthy. Se atje lidhet shoqënia, zanati, profesioni, puna. Si na këtu që po jetojmë. Po. Si tash mua më quhen me punu si mësues për shembull, unë Gjermani s'më jep si mësues. Do të bëj këtë profesion tjetër. Ti s'u më lidh atje më ka, do të më hime një zanat që s'është i yti. Edhe do të punu. Kjo do të thotë ata fëmijë kështu. Jo të mirë, po çdo njëri, unë rri çdo ditë me rini, me trit, o problemu këtu ata. Nxënësat mi kanë për shembull që 30 vjet në rrethim nxënësat mi që shkojnë për vendim, edhe ata i thonë çdo fjalë. Probleme kanë më këtu ata. Është problem për shkak se e kanë vazhdu jetën edhe... Jetën e kanë vazhdu, atje shumë sene janë sigurime shëndetësore, janë shumë sene që kanë kriju, kanë bërë banesa, kanë bërë shtëpia, kanë bërë... është problem ata më këtu. Edhe unë mendoj që nëse dojmë mi mbajt këtu rinin, do të me kriju edhe shteti kushte për shkak se... Shteti me kriju kushte, thashën e sigurime shëndetësore, puna, aktivitete, do të shteti me kriju. Po çfarë shteti ku shteti Rrymski sot? Po, ndeshta mundar pak edhe... Shekulli 21 Rrymski. Na nalet rryma ka 3-4 orë tash, 4 orë. A di çka më thonë? Po, është një problem shumë i theksuar për shkak se edhe vetë personalisht ku kemi arrit zhvillimi i botës, teknologjia ku ka arrit na Rrymsk kemi. Teknologjia o ketë në Rrym, çuni. Tash bënë me inderum, shumë profesione janë zëvendësuar me inteligjencë artificiale. Na hala kemi probleme bazike, mungesë rrymës, mungesë ujit. A mujna me fol pak ma shumë për këtë problem? Leshane a përballet me këtë problemin e rrymës? A keni reduktim? Leshane kemi reduktimin e të rrymës, që tash ka filluar, se te tash po tash ka filluar. Po në momentin që vinë mërgjimtar ka filluar, dhe dhe shtëpijat i kanë ndërtuar me nxemje, ngarkesa është. Problemin e ujës e kemi ujit dhe kemi zgjedhje, problemin e mbetorina fal kuvendi komunal e kemi zgjedhën, çdo të martë vinë marrin mbetorinat, ujin e kemi me sistemit ta vje ujin e për shtëpia, gjithë, nuk nalet ujë kur,
Domethënë, me problemet ujit nuk kemi edhe me betoninave. Veç problemin e rrymës po. Sidomos kohët dimit edhe kohët verës, kur vinë mërgjimtarët e verës, po tashëm kur vinë mërgjimtarët, më të vërtet po kemi probleme. Sa kemi pak kapacitet të rrymës, sa nalët 3-4 orë. Po. Edhe është problem këtë Kosovë, nuk ka problem veç këtu, po këtë Kosovë, problem. Është problem që nuk duhet me ekzistu edhe duhet me punu për to, për shkak se Shqona në shkollë. Dhe po tani intervistë këtu në Samadraj, do të thonë një mërgjimtar tha mbi 2000 km rrugë i bëj, edhe tha vije që i tha shpinë tem, Kosovën tem ta parrim, nuk kam tha ku pastruna. U detyru me shku në Suharek, tha edhe mu pastru tha të një afërm, për shkak se s'ka pas rrymë këto. Në shkollë punem me nëzansa, i spjegojmë inteligencë artificiale, teknologjia ku kemi arrit. Edhe sot, për shembull, dje, ty punu, ty spjegu di shka, për shembull, me laptop, me këtë rryma, rangu nalë. Duke qenë zemit qendrore, kolla generatorin. A di çfarë problemi shkakton ajo? Sa nervoz, fëmija, për njerë, mësusu në rryma. Për njerë. Edhe a di çfarë problemi është ajo? A di ti të rregullojsh ato të një është problem është ajo? Këto shkaktuan probleme. Edhe po bëni shumë mirë që po i cekni edhe po i folni këto probleme, për shkak se nëse nuk flitet për çato probleme, ato veç mbesin edhe nuk bëhet asnjë zgjidhje. Kështu që duhet mi dhënë zo. A di shkon shekulli 21 mëse pas rrymë? Po. Kënja mi thonë, sot shekulli 21, rrymski. Është ka kënja mi thonë. Është problem. Krejt jeta është në rrymë sot. Krejt. Krejt jeta është në rrymë sot. Kote ki, hajde ti mush munal, për rryma është diçka që me thonë gati si buka, bre. A bëhet pa bukë? Po dhe pa rrymë s'bëhet. Çdo sen për shtëpi tona e kemi me rrymë. Çdo sen. Po. Ata i kemi kriju, na i kemi kriju. E tash s'ki rrymë ti. Edhe pse e pagujsh, çdo muj. Edhe shtrajt, kur vjen muj për shembull 70-80 euro, 100 euro në muj. Sigur me harxhu. Nuk kemi domosdoshmë që se pagujmë. Çfarë është më e dëmshme që kur vjen momenti i pagesës, të kputet ose dënohesh, kurse nuk furnizohesh me shërbimin nuk furnizohesh me shërbimin që ti dëshiron ato me fort. Po, e dhëmshme kjo, është e dhëmshme. Përgjithësi është e dhëmshme, po. Ha. Ja ku keni një rrymë, qeni dritë qyri çfarë dritë e kive, ç'është qëni? Qyri çfarë rrymë kemi? Pa. Nuk punon as televizioni, as frigoriferi, as ato që nxejnuin. Po. Duhet me bë çmos, me bërë për shtëpia për me forcu pak rrymë. Për momentin është dopt është. Me rritës të energjisë dhe mandena i shkakton probleme tjera për shkak se munden më kollë çdo sen shtëpi shkaktohet, çdo sen. Kush ti pagun ato? Fiks po. Kush ti pagun? E kam problemin e njëjtë për vetë kam biznes. Kosovë këtë problemi. Kosovë këtë problemi. Nuk ka probleme të unë dhe ju. Çdo vit do të më ndru krejt dritat, edhe s'ti pagun kërkosh. Në fakt janë shkaktuar prej energjisë elektrike, rrymës dop kryesisht.